Kam sjell recetën tradicionale të flisë së kollomojt me vezë dhe qumësht, e cila bëhet shumë e shishme në një përgatitje thjeshtë, ashtu si që kanë përgatitur më parë gjyshët tona. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Fillimisht dhezim zjarrin para se ta përgatisim brumin e flisë, pasi që kjo fli do një zjarr të fuqishëm, sepse pjekja bëhet me shumë ngadalësi, pra bëjmë prosh dhe mbushim saçin me prosh. Filloj me përgatitjen. Fillimisht përgatisim brumin e flisë. Për brumin e flisë na nevojiten 2 kg me miell mistri, i cili duhet jetë nga inti, është miell bio, dhe më pas do e sitni mirë që t'i ngele kjo pjesa e trash në sy. Për 2 kg me miell shtojmë 2 luggjelle me krep dhe në fillim shtojmë vetëm se pak ujë të ftohtë. Gjithsej ujë duhet të shtojmë dikon rreth 3 kg, 3 kg e gjysmë. Shtojmë fillim pak ujë dhe më pas duhet që t'i shtojmë ujë vaj të nxehtë, vetëm dhe pak ujë të ftohtë. Sa ta bëjmë përzierje. Ta shtojna ujë val të nxehtë, dikun rreth 3 litra, dhe e përzi. Shtojmë ujë përzi, shumë e rëndësishme është që mielli mos ngele topta. Deri tash kam shtu 3 litra me ujë, do njëherë varet dhe nga marka e miellit, nevojitet më shumë, vetëm se mundohemi që ta përzim mirë, mos ngele topta, të shtojmë ende ujë dikon rreth 1 litre. Do njëherë shkojnë 3 litra e gjysmë, do njëherë 4, varet, vetëm se përzierja është shumë e rëndësishme. Shtojmë ujë përsëri, do shtoj vetëm gjysmë litër, e përzi dhe shoh është mjaftueshëm. Si zhvrehet mjaftueshëm, nuk nevojitet, 3 litra e gjysmë janë mjaftueshëm. Derisa të bëhet në këtë trashësi duhet të jetë, si trashësia e brumit apo çullit të flijës me miell grupi. Tash e mbuloj, ta përgatisim harxhin për lyrjen e flisë. Përgatisim harxhin për lyrjen e flisë. Për harxhin na nevojiten 10 vezë, 1 litër e gjysmë me qumësht, vaj, dikon rreth 500 ml dhe 350 ml me gjallë. Tash marrim një enë të madhe dhe fillojmë që t'i hedhim vezët. Vezët një nga një do i provoj te kjo pjata që mos jenë të prishura, të sigurohemi më mirë. I shtojmë tash tek ena, këtë mënyrë veprojmë të gjitha. Kam shtuar 10 vezët, tash ja shtoj qumshtin. E përzi. Kam përzi mosën, tash ja shtoj polpin. Dhe ja shtoj vajin. Mjaftueshëm është. Ja shtoj pak krep, kripa gjithmonë shtohet sipas dëshirës, dhe masën e përzi mirë dhe harxhi është gati flisë. Tash hedhim vaj tek tepsia.
vëjshtoj krip. Mundohem në çdo cep të tepsis të heqë krip që më lehtë të largohet pas pjekjes. Vendosi saqen dhe nxjerr tepsinë. Largojmë saqen, është nxehur tepsia. Tash hedhim rendin e parë, shtoj brumjen. Brumjen e përhapim me një herë. Nuk duket sikur se flia e zakonshme. Përhapim kështu në fundin e enës. Tash ja vendosim saqen dhe e pjekim mirë. Është pjekur rendi i parë, nuk duhet që të bëhet pjekja shumë. Tash hedhim nga harxhi. Rendi i parë dhe i dytë shkojnë me vështirësi, më pas me lehtë. Mundohem që harxhin ta përhapim me gjithë tepsinë. Tash bëjmë pjekjen. Saqen vazhdimisht e mbushim me prosh. Ja largojmë saqen. Pjekur ja prushëm. Tash hedhim brom. Njëherë brom, njëherë harç. Siç e ceka dhe më parë, rendi i parë dhe i dytë me vështirësi, më pas fillon që të bëhet renditja e rendave shumë mirë. I përhapim kështu rendet në fundin e enës që jemi duke hedhur brumin. Mundohem çdo cep ta mbuloj me brum. Tash fillon pjekja të bëhet më mirë. Në këtë mënyrë vazhdojnë afruqe. Është pjekur, rendi i dytë ka filluar që të bëhet pjekja më mirë. Tash hedhim harxhin. Mënyra e njëjtë vazhdon derisa të bëhet harxhimi i gjithë brumit. Një rend me harç, një rend me brum. Fillimi është pak më i zorshëm, më pas shkon më lehtë. Dhe harxhin mundohem kështu që ta përhapim me gjithë sipërfaqen e tepsisë. Flitë e kallamojta dojnë më shumë harç, se flia me mirë gruri. Jemi dikur nga mesi i flis, ka filluar që të bëhet pjekja shumë mirë e rendave. Në këtë mënyrë duhet bëhet pjekja e gjithë rendave. Jemi tek rendi i fundit i flis. Ka shku flia për fillim, janë pjekur rendat shumë mirë dhe rendin e fundit e përhapim kështu me fundin e enës. Kalojmë gjithë brumin e njëtër. Vendosim saqen dhe rendin e fundit e pjekim në mënyrën e enës. Ja largojmë saqen, shpjekur mjaftueshëm. Tash rendin e fundit e lyjmë vetëm se me vaj. Jo shumë vaj, vetëm se pak dhe mundohem që ta përhapim anë një duke. Tek goret kam hedhur prosh dhe do e vendosi flin pas lyrjes me vaj. Një ashtu dhe saqen e kam mbushur me prosh. Tash e vendosi flin. Ja vendosim saqen sipër dhe e lojmë kështu që të pjekët për 15 minuta e kontrollojmë her pas here. Flin e kam larguar nga zjarri, është pjekur mjaftueshëm, e kam lënë që të ftohet pak, tash do bëj prerjen. Dhe prej në formë të dilimave. Ju mund ta prejni në çfarë do lloj formësh, mirëpo unë do e prej tamam në formën tradicionale. Kam bërë prerjen e flis, tash ta largoj një pjesë dhe t'ju demonstroj nga afër se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë.
Besoj se dhe shia nuk ka për një mungu. Të munduhem që ta bëj pelje më mirë, që të largohat më le. Shpije ku shumë mirë. Shia dhe si duket, lija, e kolonoj, dohet, flet plej. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë frit tradicionale me miell misri dhe ves, ju bëft mirë, ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.